Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërmarrë një operacion mjaft të suksesshëm ku kanë bërë arrestimin e presidentit të Venezuelës, Nicolas Maduro. Për të folur mbi këtë arrestim dhe mbi, po themi, pasojat që sjell ky vendim i Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të arrestuar një president të një shteti tjetër, kam të ftuar në një lidhje direkte analistin e njohur Lutfi Bilali. Zoti Bilali, faleminderit shumë për kohën që gjetët për këtë intervistë. Faleminderit edhe nga ju. Zoti Bilali, si e konsideroni këtë arrestim të Maduros nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Kur janë së pari përshëndetje dhe urime gëzime dhe suksese për këtë vit, mendoj që ky vit ka filluar me intervenime me të cilat ndoshta ata që kanë përcjellur këtë situatë me Venezuelën një kohë të gjatë, ka qenë çështje kohe se kur do godasin amerikanët dhe ta kryen një operacion i cili realisht mund të them që rikthen doktrinën Monroe, ku amerikanët dëshirojnë që në kontinentin amerikan të mos ketë ndikim fuqi tjera, do thotë është një periudhë me të cilën mendoj që doktrina e re e sigurisë amerikane bazohet në këto kondita, edhe pse mendoj që amerikanët sot janë fuqia vetme me përjashtim të diku 2-3 shteteve që po që se shifet që interesat e tyre janë të rrezikuara, mund të godasin kurdo dhe kudo në çdo cep të botës. Mendoj që Venezuela ka qenë pikë shënjestrimi jo ndoshta ekskluzivisht për një lider neosocialist i cili ka tentuar ta trashëgojë Chavezin me epitete, por edhe mund të them edhe me qëndrim dhe me stilin e udhëheqjes së tij, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë rast kanë qenë, mund të them, një lloj kundërshtari për interesat e Venezuelës. Do të them që Venezuela është një territor me 912.000 kilometër katror, dikon 31 milion e gjysmë milion banor. Shtet që posedon njëra ndër fuqitë, mund të them, me rezerva më të mëdha të naftës. Dhe mendoj që afekti është këtu, dhe qysh një kohë gjatë amerikanët kanë vënë syrin që të godasin dhe të binë në Venezuelë një regjim i cili do ishte, mund të them, më kooperues dhe më aleat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj që kjo do thotë shumë, nga se amerikanët në strategjinë e tyre tentojnë që një lloj riformulimi, ridefinimi të ri në politikën e intervenimeve ta kenë ato ku kanë interesa dhe ku kanë resurse, burime minerale, ato që kanë të bëjnë me pasuritë nëntoksore dhe burimet, apo siç është në kohën tash moderne me mineralet e rralla. Dhe kjo mendoj që ka qenë esenca. Besoj që amerikanët a kanë marrë në një dakordim, meqense më duket delegacioni i fundit ka qenë një deleguar i Xi Jinpingut, presidentit kinez, i cili është takuar me Maduro, dhe besoj që ka qenë një alarm se Maduro i ka orë më të numëruara. Por dilli amerikano-kinez për investimet kineze në Venezuelë, si janë marrur vesh, të shohim në të ardhmen e afërt. Zoti Bilali, a ishte ky një, po themi, një ndërhyrje, një operacion që lidhej direkt me Maduron, apo është një lojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës përtej Venezuelës, pra një lojë shahu me Rusinë, me Kinën? A është një matje forcash kjo, apo ishte, po themi, direkt konflikt me Maduron?
A thonë drejtën, se pikësynim për të larguar një të keqe, një lider i cili ka qenë i papërshtatshëm për interesa amerikane, nuk lidhet me një emër të përveçshëm. Mirë po justifikimi gjendet ndokund. Mendoj që intervenimi rus në Ukrainë dhe presedani i tillë i rrezikshëm ka hapur mundësinë, me qenë se kemi edhe më herët, do thotë, që nga intervenimi në Irak, mendoj që bota realisht ka hyrë në fazën e tillë ku nuk ka të bëj shumë me një figurë, sepse nga një mik ose aleat ai mund të shndrohet në kundërshtar. Por besoj që amerikanët kanë mbyllur një pikë strategjike për interesat ruse dhe kineze. Mendoj që kjo është një sukses për ta, nga se ka qenë një bazë e mirë, edhe kinezëve dhe Federatës Ruse, qoftë për mund të them shfrytëzimin e atyre pasurive, sidomos të rezervave të naftës, e cila Venezuela mund të them që prin në nivel ndërkombëtar, botëror, së bashku me Arabinë Saudite. Mendoj që qëllimi i vet është ky, që të sigurohen dhe petrodollari amerikan të jetë ai që do të dominonte dhe do të dominon ende për një kohë në burzën ndërkombëtare. Mendoj që goditja që është dhënë Maduros paraqet një ridefinim të ri sa i përket politikave të intervencionizmit, sidomos të fuqive të mëdha. Pastaj mund të kemi një paralele të tillë pastaj me Tajvanin, mund të kemi situatë të komplikuar edhe me tutjen e Ukrainë. Pastaj mund të kemi situata të tilla që ndoshta ndërlikojnë edhe vetë Indo-paqësorin dhe interesat e dy fuqive ekonomike, po edhe ushtarake, amerikane dhe kineze. Dhe kjo lë shumë pikpyetje. Mendoj që Venezuela ka ardhur si një kompromis, ndoshta edhe nga Alaska, i takimit Trump-Putin, nga se rusët, siç e kanë lënë Asadin, e lanë edhe Maduron. Dhe kjo mendoj që nuk është ndonjë risi e cila po ndodh për herë të parë. Por mendoj që a ka qenë një lloj pajtueshmëria, dakordance, besoj që po. Mirë po, duke marrë aspektin gjeografik dhe afërsinë e amerikanëve e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe interesat e tyre në Karaibe, mendoj që është pritur që do kemi një situatë të tillë. Por ngjarjet më pas do shihen qartë që politikat e tilla, meqense se Trump i ka ardhur në pushtet, që nuk do zhvilloj luftra. Mirë po, me sa duket do përdor deltën, një satelitar i cili kur arrin të të godas vende, sidomos afër Amerikës, është, mund të them, një njësit elitar botëror, i cili ka selin në Fort Bridge në Karolinën Veriore, një njësit i cili përngjan me sasin regjimin e 22 anglez, britanik. Dhe mendoj që kjo formë e tillë është parë, mund të them, një kohë të gjatë që i ka dërguar sinjales Maduros që të tërhiqet. Mirë pa arrestimi i sot shumë i tij dhe e ardhmja e tij do shifet që ka qenë e pritur nga se rezistenca e Venezuelës apo ndonjë shteti të afërt fqin me Amerikën, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është problematike të rezistohet. Edhe pse menduar që Venezuela ka një lloj teknologjie të financuar dhe të importuar nga Federata Ruse, prap shifet që armata venezuelane nuk ka qenë në gjendje të bëj rezistencë, nga se është një diferencë, mund të them, e madhe, por mendoj që në aspektin
mund të them, të asaj doktrinës që tenton Trumpi ta realizoj, ka qenë vështirë që mos të jetë ndoshta një lloj koordinimi edhe me kinezë për të ruajtur ato investime kineze për një kohë, pajtueshmëria mund të ketë qenë këtu, por edhe të atyre ruse. Por e rëndësishme është që mbyllet për të ardhmen kjo pjesë e botës për interesa dhe koketime qoftë të kinezëve, qoftë të rusëve. Zoti Bilali, është ky një mesazh i Donald Trump se tashmë unë nuk mund të luftoj, po themi me shtetet, por nëse një kryetar shteti i del kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës, vi me forca speciale, e paketoj, e marrë dhe e dërgoj në Shtetet Bashkuar të Amerikës për të përballur me ligjin. Se nuk kemi luftë mes SBA-s dhe Venezuelës, kemi luftë mes SBA-s dhe Maduros. Po kjo ka qenë, do thot, një lloj ndjekje e terrorizmit të drogës së karteleve. Dhe mendoj që ka vënë një emër më herët Trump, që një lloj terrorizmi të tillë të mund të them të atyre aktiviteteve që janë të njohura në këtë pjesë të botës. Besoj që ka vënë një epitet që, siç e thatë edhe ju, atë paketimin nuk zhvilloi luftra, por është në gjendje të arrin të arrestoj udhëheqës të shteteve, me të cilat mendoj që është një shenjë që pritet ndoshta edhe në vende tjera. Mendoj që Irani është ndoshta një situatë për të ardhmen më komplikuar, po përgatitet një terren i tillë për ndryshim të regjimit. Mendoj që për të mos i ikur temës, një lloj, mund të them, kidnapimi i tillë ndaj një udhëheci shteti apo ndaj shteteve të cilat liderët e tyre, udhëheci shtetëror të tyre janë në pole të kundërta në interesat, në këtë rast të SBA-ve, atëherë mund të goditen me një operacion blitz dhe pastaj të instalohet një figurë e cila mund të jetë më kooperuese dhe koordinuese në këtë rast me SBA-n. Dhe mendoj që figurat e tilla do jenë më të vëmendshme në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse mund t'i psoj fati i njëjtë. Besoj që në Venezuelë tani më është e përfunduar, jo që e thatë ato jashtëzakonisht në mënyrë të saktë, nuk mund të kemi luftë në Venezuelë, por ose mund të them një lloj rezistence, nga se mendoj që edhe në popullat Maduro nuk ka pas së dihet, edhe me duket ka qenë një figurë atje Gonzales në zgjedhjet e vitit 2024, konsiderohet që është kanë qenë zgjedhje të manipuluar, votë e diktuar. Dhe mendoj që kampi përbrenda popullatës në Venezuelë në aspektin politik apo rreth partive politike në Venezuelë ka qenë jashtëzakonisht i koklavitur. Ndoshta është edhe, mund të them, një situatë ku pjesa mos ta marrë të drejtën, të them, me më madhe popullatës, por së paku dikon gjysma e popullatës ka qenë një lloj oponence e vetë Maduros. Dhe mendoj që në këtë drejtim amerikanët përgatisin terrenin dhe mendoj që kanë ekipe me të cilat, siç thash ky lider Gonzales, pastaj mund të jetë edhe Mahado, janë disa figura të cilat Jorgo Rodriguez janë kryetar i parlamentit, i cili besoj që do gjenet ajo figura e cila mund të jetë kooperuese. Dhe po mbi të gjitha amerikanët dëshirojnë që kapitalin, apo interesat e tyre përbrenda, sidomos në rezervat dhe burimet e naftës, të kenë në kontroll kompanitë amerikane. Për gjanat e tjera nuk është, mund të them, shumë e rëndësishme se si do zhvillohet jeta brendshme në Venezuelë, por një president kalimtar deri në zgjedhjet e reja, besoj që do jetë njëra ndër figurat të cilat, apo mendoj që edhe Mahado, i cili
kishte qenë në vitin 2025 ka marrë edhe çmimin Nobel për paqe. Do thotë këto figura mund të jenë ato të cilat mund të krijojnë, po për brenda stabilitetin e Venezuelës zakonisht ndryshimet me cilat bëhen për brenda puçet e tilla, për shkak ka treguar edhe rasti me Libin, që ka ndodhur pastaj një luftë civile, fisnore, meqense një situatë dhe një traditë dhe kulturë tjetër është në Venezuelë, por mund të infiltrohen pastaj edhe grupet dhe kartelet të ndryshme që kanë interes për brenda Venezuelës që të shkaktojnë probleme dhe stabiliteti i vendit të vihet në pikpyetje. Por për amerikanët më rëndësi është që të arrihet qëllimi i tyre që në aspektin zyrtar ta ndalojnë aktivitetin e këtyre grupeve kriminale, të karteleve të drogës, apo terrorizmit, siç e quhen vetë Trumpi, dhe e dyta të jenë kompanitë amerikane ato të cilat kontrollojnë burimet e naftës. Dhe mendoj që këtu është poenta, por është edhe sinjal, siç e thatë edhe ju, që për çdo lider edhe jashtë kontinentit të Amerikës, po që se arrin të shkaktojnë probleme, atëherë më ta kenë fatin e njëjtë si të Maduros, po ashtu edhe si Asadit më herët. Zoti Bilali, faleminderit shumë për intervistën. Është knatësi, Gorian. Faleminderit shumë. Nga ju.